Të ndalemi pak në atë që po trondit botën sa i përket politikave të Donald Trump kundrejt Europës, kryesisht duke qenë se Ukrainën pothuajse e ka lënë të vetme përballë Rusisë, duke ndaluar ndihmat ushtarake, por edhe duke ndërprer informacionet e inteligjencës. Nisur nga ky lloj raporti që ka ndërtuar Donald Trump, sa rrezikohet Kosova, ku Serbia mund të marrë zemër prej Rusisë, dhe në këtë rast ka dalë në skenë edhe një opsion tjetër ku Elon Musk ka deklaruar se Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet të tërhiqen nga NATO. Dhe duke marrë gjitha këto element, a duhet që Shqipëria të rrisë nivelin e armatimit të saj në një skenar të mundshëm që Shtetet e Bashkuara të Amerikës mund të braktisin NATO? Shqipëria duhet të vendosi shërbimin ushtarak me detyrim për të gjithë të rinjt nga mosha 18 vjeç deri në moshën 32 vjeç. Sepse vendi ynë duhet gjithmonë të mbrohet nga çdo armik. Armik nuk është vetëm një shtet që mund të jetë ngjitur me ty. Armik është edhe një shtet i cili është shumë larg teje, por sot teknologjia e tij është më e mirë se e jotja dhe ti nuk mund të mbrosh veten tënde duke pritur nga toka në ajër çfarë do të vinë në kokën tënde, apo duke pritur çfarë do të ndodhi me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, a ka një biznesmen president apo ka një politikan për president. Sepse në fund fare ne mund të jemi pjesë të NATO-s, por ne kemi duhet të kemi patjetër një ushtri e cila duhet të mbroj sovranitetin, sepse pse jemi vend sovran. Se në rast se mos ishim vend sovran, do të ishim një pjesë e Shteteve të Bashkuara dhe do të quheshim Shteti 51. Por nuk ndodh kjo gjë dhe nuk mund të ndodh kjo gjë sepse ne duam të shkojmë në Shtetet e Bashkimit Evropian. Shqipëria gjithmonë ka qenë aleante më e mirë e Amerikës dhe Bashkimit Evropian, sidomos të Amerikës. Ne nuk kemi kapacitetin momentalisht të mbrojmë kufit tona, por edhe Europa nuk ka kapacitetin për të mbrojtur vetë ajo kufit tona, pra të Bashkimit Evropian. Por goditja për Bashkimin Evropian nuk ka ardhur në 2025-ën. Ka ardhur në 2001-ën, ka ardhur në 2004, ku në Selanik dhe në Athinë u zhvillonte një komision dhe një këshill i madh të Bashkimit Evropian dhe propozimi i presidencës së Greqisë në Bashkimin Evropian të asaj kohe tha shteteve anëtare të Bashkimit Evropian që është momenti i diskutimit të një ushtrie europiane, siç është NATO, të konkurojë. Të gjithë vendet filo-amerikane, Franca dhe Gjermania, si gjithmonë, filo-amerikane, bashkë me Anglinë, me njëherë këtë tezë hollën direkt duke thënë që ne jemi aleat të Amerikës dhe NATO-s. Por në ato kohë, në ato vende atëre u qeverishin nga njerëz që atëre kishin integritet dhe nuk ishin marionete dhe nuk ishin qenë, e kupton? Ishin lider, kishin emra shumë të fortë në Bashkimin Evropian. Nuk flas unë tani për Ursula von der Leyen apo ai Costa që është Bashkimit Evropian që as e din ku është, çfarë po bën aty, se as e kanë haberin. Por flas me njerëz që kanë qenë në atë kohë, Jacques Chirac, njerëz që kanë qenë me integritet ku qeverishin atëre, që atëre në atë kohë kishte një luftë të rëndë që ndodhte në Irak, në Siri, në Afganistan, për mbrojtjen e interesave të shteteve të mëdha. Por sot, në këtë situatë që jemi, do të jetojmë me një anomali, me një paqëndrueshmëri,
e cila na sjell patjetër detyrimin qytetar, jo aleat, qytetar. Si mbrohemi nga e keqja me vetmbrojtje? Kush e bën vetmbrojtje? Institucionet legjislative. Si bëhet? Nëpërmjet ndërmimit të një kushti, shërbimi ushtarak, që të rinjt ton sot mos të mendojnë arratisjen. Pra, shërbimi ushtarak nuk është që të bëj tullac edhe të marr natën e të çoj atje edhe pareqitu. Jo, është një disiplinë që të kuptojnë të rinjt tanë që Shqipëria nuk është vendi që nuk zgjen zgjidhje apo nuk gjen shpresën. Është vendi që ti krenosh je shqiptar. Kjo gjëja që bëm 18 vjeç, marr pasaportën, edhe iki nga Shqipëria duhet të mbaroj. Shqyr që doli ky biznesmeni i X-it, thot disa gjëra që janë pallavra, janë gjëra të cilat të përcjellin destabilitet, dhe ne duhet këtë gjë e di si ta bëjmë? Ta bëjmë kështu. Menjëherë ndalimi i largimit të rive nga Shqipëria vjen me disiplinë. Zotëri, do shkosh bësh shërbimin ndaj atë dheut, do mbrosh atë dheun, jo pse duhet të dali Elon Musk të thotë që nuk dua NATO-n, edhe Trump të thotë ikim nga NATO. Jo, këtë ne e bëjmë për arsye të vendit ton. Pse çfarë prisni ju? Të dali Ursula von der Leyen e të thotë bye bye NATO? Po e tha ajo NATO, unë them bye bye Europa. Kur ti nuk je aftëm të rish në NATO, atëherë ti s'qega se aftëm të rish në Bashkimin Evropian. Këto thjesht janë situata që kanë stisur vetë këta për të përfituar një aleancë apo një shkelje syrin me Rusin, sepse Biden i bërë qërap gjitha me Rusin, duke bërë si ku përbrojnte Ukrainën. Ukraina normalisht do të futet në një situatë të komunikimi me Amerikën, nuk do të kemi destabilitet në Kosovë, sepse Gjermania dhe Franca do luajnë shumë me gjyqin në Hag, sepse Kurti do të shkoj atje, se mos të shkoj atje do t'i vi Fugoni aty si eri Thatchit, e tha, hajde tani se kemi të bëjmë disa pyetje se ne vendosim për ty. Prandaj, unë them që Kosova nuk është në momentalisht në rrezik, sepse në Serbi kemi një kërcënim të brendshëm që opozita do të marrë pushtetin dhe normalisht Vučići në këtë momente nuk kërkon të bëj luftë as me Kosovën, as me Shqipërinë, as me Europën, sepse Europa në këto momente është duke u mbledhur për veten e saj. Pra, gjithë kjo situatë e cila është stisur kërkon rikthimin e sovranitetit. Pra, Elon Musk edhe Trumpi nuk thonë që ne do ikim. Ai çfarë i thotë? I thotë, orë vende, unë po ju them këtë, shikoni përpara sovranitetin tuaj, fuqizoni ushtrinë tuaj, sepse duke netur qyl në një aleancë kur nuk po jepni diçka, është e kot, më mirë ato lek jepni vendit tuaj dhe në fund fare ne ju ulim kostot e antarësimit, se sa ju vini kot sa për me bëj një foto me taku presidentin e Amerikës. Sepse t'jemi realist tani, në Ukrainë, Shqipëria që ka që, ku kemi në armatime? Më falë tani. Edhe si kur të kemi armatime? Kemi 97, ne jemi 2025. Si do vrasja i me Kalash, që Kalashi nuk punon së është i kualiduar, apo s'kan kualidim armët, ku do shkoj aje? Po fishekët, si do t'i marrë aje? Pra do të thot që të gjitha këto do bëjmë borxhe duke i dhënë Ukrainës. Dhe normalisht Ukraina duhet të futet tani në një situatë që të gjej gjuhën e përbashkët edhe me Rusin, e kuptove edhe në rastin që thamë përpara për PBD-1 edhe PD-1. Vrasje ka ndodhur, por asnjëherë nuk do të shmangesh
debati, negociata dhe marrëveshje në fund fare. Se këto janë 3 pikat kryesore që lidhin për çdo vend, Kosovën, Serbinë, Shqipërinë, Bashkimin Evropian, Shtetet e Bashkuar, NATO-n. Çfarë është? Pretendimi, negociata, marrëveshje. Janë pikat kryesore të diplomacisë së jashtme. Të gjitha këto Trumpi po i sjell në skenë. 1. Mesazhi që ju vendet anëtare nuk paguani, sepse unë nuk mund t'ju marr qyll më juve. Dhe ajo tjetra, që unë nuk ftoj të gjithë shtetet anëtare të NATO-s të marrin pjesë. Po asnjë s'na thot këtu. Pse Rama nuk merr pjesë dhe na del të sy në sy që i thot qytetarëve shqiptar. Pra, po t'ishte Biden, Rama do ishte pari të Këshillit të Evropës aty, Albania. Të duhet Albania, e ndryshuar Albania bërë. Se këto janë mashtrime, a kupton? Ne mashtrojmë veten përpara. Trumpi thot, zotri, mos e mashtroni më veten. Linja ime është kjo, leça thot shtetet kështu, Departamenti Amerikan i Shtetit. Nuk më intereson këto gjëra. Por linja ime është kjo, që ne duhet të mbrojmë patjetër vendin ton, sovranitetin ton, lekët tona dhe mos t'i bëjnë të tjerët lekët tona, mos t'i bëjnë rushe kumblla. Shumë e thjeshtë. Shumë shqip s'ka kjo.